Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar sot pas kërkesës së Ilir Metës drejtuar SPAK-ut për të thirrur si dëshmitar lidhur me ngjarjet e 21 janarit 2011. Reagimin e tij Berisha ka zbuluar detaje të reja që hedhin dritë mbi rolin e figurave kryesore qeveritare në ditët para protestës ku humbën jetën 4 qytetarë. Dorëheqja e Metës dhe refuzimi për prokurorin. Berisha deklaron se Ilir Meta ka shkuar në zyrën e tij rreth datës 14-15 janar dhe i ka komunikuar dorëheqjen. Sipas Berishës, Meta ka theksuar se nuk pranonte të paraqitej në prokurori në cilësinë e zëvendës kryeministrit. Ky moment rihap debatet mbi përgjegjësinë e institucioneve qeveritare në ditët kritike që paraprin ngjarjen tragjike. Meta më tha se nuk pranonte të paraqitej si zëvendës kryeministër. Ky është një detaj shumë i rëndësishëm për debatin publik, tha Berisha. Takimi me Dritan Priftin dhe regjistrimi i paralajmëruar. Ish-kryeministri kujtoi gjithashtu një takim me Dritan Priftin para publikimit të videos së përgjimit mes Metës dhe Priftit për çështjet në Ministrinë e Energjetikës. Berisha tregon se Prifti kishte kërkuar një pozicion të ri dhe kishte paralajmëruar për një regjistrim. Berisha, kryeministër, së pari kishte dëgjuar Dritan Priftin që i kërkonte ta emëronte në një detyrë tjetër të rëndësishme, ose përndryshe kishte një regjistrim. I thash, nxirres apo të dalësh nga dera e zyrës time, kur nuk më merr mua pushtetin, deklaroi Berisha. Ky moment tregon tensionin dhe përplasjet brenda qeverisë për çështjet administrative dhe pozicionet e brendshme në ditët që çuan në 21 janar. Çështja e koncesionit të hidrocentralit. Berisha ka përmendur një shkresë të firmosur nga pronari i një kompanie që kishte fituar me gjyq të drejtën e koncesionit të një hidrocentrali. Sipas ish-kryeministrit, kompania humbi 70.000 euro për shkak të moszbatimit të vendimit të gjykatës. Ky zotëri shkruante se nga moszbatimi i vendimit të gjykatës, kompania humbi 70.000 euro, tha Berisha. Ky detaj lidhet me menaxhimin e koncesioneve dhe tensionet midis operatorëve privat dhe institucioneve shtetërore, duke hedhur dritë mbi vendimet që ndikuan në sektorin e energjetikës në periudhën përpara ngjarjeve tragjike. Konteksti dhe rëndësia. Reagimi i Berishës pas kërkesës së Metës për të thirrur si dëshmitar është i rëndësishëm sepse risjell në fokus rolin e figurave qeveritare në ngjarjet e 21 janarit 2011, një nga momentet më të ndjeshme të politikës shqiptare në dekadat e fundit. Detajet e zbuluara për takimet me Priftin dhe për koncesionet e hidrocentraleve theksojnë kompleksitetin e marrëdhënieve institucionale dhe konfliktet e brendshme që lidhen me vendimmarrjen dhe përgjegjësitë ligjore të zyrtarëve të lartë. Kujtojmë se ditën e sotme u zbardhe dhe kërkesa e Ilir Metës dërguar SPAK-ut për të dëshmuar mbi 4 vrasjet e protestës së 21 janarit 2011. I nderuar zoti prokuror, Prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka regjistruar procedimin penal dhe po kryen hetime lidhur me ngjarjen e 21 janarit 2011. Unë Ilir Recep Metaj, duke qenë se kam dieni dhe mund të jap dëshmi të vlefshme për rrethanat e asaj ngjarje, dëshmi të cilat nuk janë të njohura nga organi procedues, të cilat mund të shërbejnë për të zbardhur ngjarjen. Jam në dispozicion të organit procedurës në çdo moment që do të jetë e gatshme. Protesta e 21 janarit 2011 ndodhi pas publikimit të një video skandali mes Ilir Metës dhe Dritan Priftit. Në filmimin prej 12 minutash, dëshmoi pazari mes zëvendës kryeministrit Ilir Meta dhe Dritan Priftit në atkoh ministër për 700.000 euro në këmbim të koncesioneve dhe licencave për një hidrocentral. Mirëpo, ditën e sotme, veç të tjerash, ish-kryeministri aktualisht kryedemokrati Sali Berisha deklaroi se në atë kohë kryesocialisti Edi Rama dhe drejtori një emisioni investigativ shtrembruan të vërtetën e videos së asaj kohe Meta Prifti, gjë që sipas tij prodhoi 21 janarin.